Kryeministri Edi Rama ka mbrojtur qëndrimin e qeverisë përballë protestave kundër projektit të investimit në Zvërnec, duke deklaruar se tubimet janë pjesë e funksionimit normal të demokracisë, por nuk mund të diktojë vendimarrjen e një qeverie të zgjedhur me votën e shumicës. Në një intervistë të dhënë për revistën ndërkombëtare Mongle, Rama ju përgjigj pyetjes nëse është i gatshëm të arrijë një marrëveshje me protestuesit. Pse duhet që të arrijë një marrëveshje? Ata kanë të drejtë që të protestojnë. Është një arritje e madhe për këtë vend të ketë protesta paqësore. Ne jemi zgjedhur me një shumicë të madhe dhe kemi një vizion të qartë. Ne kemi një kontratë me shumicën e shqiptarëve. Ata mira njerëz që këmbgulin se ne duhet të largohemi janë të mirë për shëndetin demokratik të vendit, por ata nuk janë në gjendje të imponojnë asgjë. Gazetari i Mongle vëren se protestuesit nuk kundërshtojnë vetëm projektin në Zvërnec, por kërkojnë edhe përmirësimin e shërbimeve publike, si arsimi, shëndetësia dhe standardi i jetesës. Kryeministri tha se i konsideron këto kritika si një mundësi reflektimi, po mbaj shënime. Armiqtë e tu mund të thënë gjëra që janë më të dobishme se sa ata që thon miqtë e tu. Duke u ndalur te ekonomia, Rama theksoi se modeli i zhvillimit të turizmit duhet të ndryshojë, duke kaluar nga turizmi masiv drejt një turizmi më shumë vlerë të shtuar. Turizmi masiv ka qenë një forcë e jashtëzakonshme për të përhapur fjalët për këtë vend, por nuk është i qëndrueshëm për natyrën, ajrin, ujin. Stresi që i sjell vendi turizmi masiv nuk ja vlen. Nuk po themi se duhet të ndalemi me të, por kemi nevojë për ekuilibër, kemi nevojë për cilësi të lartë, më pak turist, por më shumë para. Në intervistë Rama komentoi edhe investimin e planifikuar nga Xharet Kushner në Shqipëri, duke e cilësuar atë si një investitor serioz dhe korrekt. Kushner është respektues ndaj vendit ton dhe synojmë të realizojmë investimin duke respektuar të gjithë rregullat. Kryeministri hodhi poshtë gjithashtu pretendimet e protestuesve se projektet strategjike po çojnë në shitjen e pasurive shqiptarëve tek investitorët e huaj, pa përfitime për komunitetin vendas, duke argumentuar se investimet synojnë zhvillimin ekonomik dhe krijimin e vlerës së shtuar për vendin.